Jemi në gjumën e 5 me radhë duke folë për unitetin. Ajo që i jep shije jetës tonë, ja jep bereqetin individit, familjes dhe shoqërisë. Ajo që na bën të korrim fitore pas unitetit. Dhe për atë që Zoti Dhul Gjelal na ka urdhëruar dhe profeti Muhammed alayhi salatu wassalam shumë herë na ka këshilluar për unitetin. Në javën e kaluar kemi fol një element që e prish unitetin, ajo është mospërthillja e drejtësisë. Kurse sot një element tjetër do ta shpërfaqim, e ajo është interesi individual, klanor, po e prish unitetin ummetit tonë në përgjithësi, popullit tonë në veçanti, ndoshta edhe lokaliteteve, familjeve tona në veçanti. Të dashurit e mi, po përpiqem edhe në këtë gjumat i thojmë disa fjalë në lidhje me këtë. Një nga sëmundjet më të rënda që po e dëmton sot ummetin dhe shoqërinë tonë është interesi personal. Kjo ndjenjë egoiste që njeriu kërkon vetëm dobit e veta, edhe nëse dëmtohet vetja, edhe nëse dëmtohet familja, edhe nëse dëmtohet shoqëria, edhe nëse dëmtohet feja, edhe nëse dëmtohet kombi, e ka për qëllim vetëm për fitimin personal. Kur njeriu vendos interesin e vet mbi interesin e përbashkët, ai apo ajo nuk sheh më drejt, nuk ndëgjon më këshill dhe nuk ndin kurfar përgjegjësie as për vete, as për familje, as për shoqërinë, as për fe e as për komb. E ndoshta një pjesë të këtyve njerëzve që kanë interesin personal pikës pare, mundemi me i gjetë njerëzit që ngrisin zërin më së shumti. Allahu thot në Kur'an: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ. E kush është më i padrejt se ai që ndjek dëshirat e veta pa udhëzimin e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Kur njeriu kërkon vetëm interesin e vet, pa kujtuar drejtësinë e urdhrat e Allahut, ai largohet nga rruga e së vërtetës me automatizëm. Interesi personal shpesh e çon njeriu në tradhti dhe shkatron unitetin dhe besimin brenda familjes dhe brenda shoqërisë. Të dashurit e mi, edhe në vendin tonë në veçanti, interesi personal është përfaq shumë nga gjitha kategoritë e shoqërisë, jo vetëm nga një elit intelektuale, politike, jo, e ka prek të gjitha grupët, apo grup moshat, apo shoqërit në përgjithësi, i ka prekën, do të thotë, ky sindrom i interesit personal. Thekë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk do të besoj askush, nuk e ka besimin e plot, përderisa nuk ja dën tjetrit atë që ja dën vetvetes. Kjo është themeli i unitetit. Të mos shohim vetëm interesin personal, mirë po në moment kur t'ja dush tjetrit atë që e dëshiron për vete, Allahu ka më dhënë të dyve. Profeti thejke, ummeti im do të ndahet në grupe për shkak të dashurisë ndaj dynjas dhe urrejtjes ndaj njëri tjetrit. Ka më ndohë shumë në grupe,
kur interesi i kësaj bote bëhet më i rëndësishëm se vetvetja, atëherë lind përçarja. Mo njeriu, një pjesë e njerëzve nuk e ka në fokus njerëzillokun, nuk e ka në fokus burrërinë, nuk e ka në fokus familjen apo prejardhjen familjare, nuk e ka një pjesë e tyve në fokus as çështjen e besimit, as të identitetit kombëtar. E ka në fokus vetëm çështjen individuale, personale. Njerëzit që punojnë për interes të vet, e jo për të mirën e përbashkët, bëhen shkak i grindjeve të shumta, bëhen shkak i keqkuptimeve dhe bëhet shkak i rënimit të besimit në masë. Masa po thojnë, madame dhe që këm të raftoj, kujna mi besu o bursët. Kujna mi besuën, kur të rafton alamet burri, alamet njeri me mjekër, alamet njeri me kravat, alamet njeri me shall, alamet njeri kur të mashtron, kujna mi besu. Është frigë e madhe sa dashurit e mi. Më shumë shqetësim, mos uniteti, me shumë shqetësim e përcjellmi mos unitetin institucional, familjar dhe shoqëror, kur dikush e shef pozitën si pronë private, personale e jo si amanet. O pozita është amanet, nuk është çështje personale, edhe tek ne fetarët, me thek zveçan po e përmeni, kur shfaqen ambicjet për emër, për famë, për interese materiale, shkatrohet dhe po shkatrohet fryma e bashkimit, dhe këtë jemi duke e pa. Për këtë Imam Gazali, Allahu e mëshiroft, thëjke, rënja e çdo përçarjes është dashuria për veten dhe për interesin personal. Kur qëllimi dikujt bëhet interes personal, atëherë shkatrohet drejtësia dhe humb me automatizëm uniteti. Asnjë popull nuk shkatrohet për shkak të varfërisë, por për shkak të interesit personal që ua ka prish drejtësinë. Interesi është viros shpirtëror që e gërryn besimin e bashkësisë dhe të unitetit. Imam Aliu, Allahu e mëshiroft, ai gjithmonë thëjke, interesi është plaga e bashkimit dhe ilaçi i tij është sinqeriteti. Ilaçi është sinqeriteti. Kur shpirti lidhet me përfitimin e vet, ai nuk mund të jetë i sinqert për të tjerët. S'ka mundësi. Kam pas një plak në këtë rrethinën tonë. Ai thëjke, gjithmonë baba jam, kur e ka marrë kryllën në dorë dhe ka dalë për ta bërë një punë për hir të Zotit, gjithmonë e ka kry. A gjithmonë kur e ka marrë kryllën edhe ka thonë, inshallah del naj darka, apo naj drejka, apo naj sen, kur nuk ka mujt me kry punë. Andaj dashurit e mi, nëse doni me kry punë të mëdhaja, dhe muslimani është i prim për punë të mëdhaja, jo për punë të vogla, se punë të vogla i kryn kushdo i kryn. Për punë të mëdhaja, le ta shton sinqeritetin, dozën e sinqeritetit, sa është i ilaçi kryesor, më ta mundën egon, vetën dhe interesin personal. Një ummet që lejon interesin personal të udhëheq mendjen, humb barazin, mëshirën dhe fuqin për të bashku në të vërtetën. U këpo të mhosh të folë për unitet. Po Zoti s'javë pranon, po Zoti nuk ju jep bereqet me i bashku. Për çka? Se ti je krye këpot interes personal. Allah nuk t'jep bereqet tyje. Kam i dhonë bereqet ati që ka sinqeritet për ta unifikuat mas apo atë shoqëri. Për këtë Imam Ahmed ibn Hanbeli në kohën e tina dul një fitnë shumë e madhe rreth krijimit të Kur'anit.
Dhe një pjesë e ulemave të asaj kohe ju përkullën pushtetarit. Sa i po thot qështu edhe u kry puna. Mirë po Imam Ahmed ibn Hanbeli qëndroj stojkisht dhe kundërshtoi kryetarin e asaj kohe. Imami qëndroj palën kundër, duke rujt unitetin e besimit, unitetin e akidës, dhe tha, nëse çdo dietar do të hesht për shkak të interesave të tij personale, kush do me rujtën këtë fe? Kush do me rujtën këtë fe? Për këtë, Hoxh Hasan Prishtina, Allahu e mëshiroft, jetoj në varfri, u burgos e u internu nga vendi, por kur nuk pranoj me shit idealin për përfitimet të tij personale. Sot një kategori, elhamdulillah, që janë të pakt, atë shit moralin, atë shit familjen, atë shit krenarin, atë shit besimin, atë shit identitetin për një çështje personale përfitim të tij, të kësaj dynjaje afat shkurte. A le ta din kë se vallahi përmes këtij përfitimit Allahu ka me turpnu sa të jemi ngjall në familjen e tij, në shoqërinë e tij, në mesin e kombazëve të tij edhe të besimit të tina. Ai tha, nuk jam duke luftu për karrig, por për nderin e kombit tim. Për këtë, Hafiz Ali Korçi, dietari i shekullit 20 tek ne, ai refuzoi të bëhet pjesë e regjimit, edhe pse regjimi komunist e burgosi, e internai dhe ja morë edhe shpirtin në fund. Ai thëjke, feja është për t'i ngritur njerëzit, jo për t'i shitur, për t'a shitur për interes të ti personal. Sot interesi personal është bë më i madh se sa idealit të dashurit e me. Dhe krejt në fund, njëri prej ulemave të mëdhej të islamit, jetoj ke në Egjipt, e Abdu Naseri thaj diçka, po të baj ministër i arsimit. Veç heq dorë nga këto parime, që janë parime të shëndosha, po mu s'po më konvenujt, heq dorë. Nuk pranoj, tha ka më të varë, nuk pranoj. E në fund, para se me varë, ja qunë hoxhën, mja kujtu shahadetin. Ka që si hoxhallar të pushtetit, sa dush, të gullashit, të havlës, ka sa dush, ka dhe sët. Edhe i tha, i litarin fit, thuj la ilahe illallah, subhanallah, kujna. Njerët që tanë kohën ka jetu me shahadet, librat e tina janë më të lexueshmet. Njeri që ka kontribut të rjetën për këtë islam, ky hoxha i pushtetit thëjke, thuj la ilahe illallah. E aje shiqajke dhe i tha, subhanallah, unë jam të vdek për këtë la ilahe illallah, kurse ti jetu për i qësaj la ilahe illallah. Disa janë të jetu për i qësaj la ilahe illallah. E unë do thot jam të vdek për këtë Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam, i shkun dhe i than, po të bojmë të parit dë venit, po të bojmë matë pasërin e në venit, po të martojmë, jam e një grue, po sa dush bre, matë mirat po të martojmë, vesh leje këtë punën tonë, këtë mesazhin tanë, vesh leje këtë, o zoti ma, a di shem të bo sot, me bo me afru njone për qëtyje, o ti. Vishleje, të trijat për t'jap me. Tha pasha madhnin e Zotit, si kur djelin të ma vendosni në krahun e djaft, dhe hane në krahun e majt, për ta lanë mesazhin e Zotit, kur nuk e la. Bëni qka dëni me mua. Për këtë dashurit e me, këshilla e fundit, mos të nxjerrmi të parin interesin personal, po ta kemi në fokus interesin e përgjithshëm. Kur ta kemi në fokus unitetin, interesin e familjes, të shoqërisë, të kombit dhe të fejes, Allahu ka më na nderu edhe neve, ka më na ngrit edhe neve, ka më na vlerësu edhe neve. A në moment që ta kemi të parin interesin, para këtyve krejt,
kemi me u turpnu një det, herët apo vonë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.